Protesta për çështjen e Zvërnecit dominoi fjalën e kryeministrit Edi Rama edhe gjatë podcastit të kësaj jave. Teksa mbante në dorë librin Albanian Files, që prezanton projekte arkitekturore në çdo zonë të Shqipërisë. Kreu i qeverisë mohoi që të jetë shkruar apo botuar prej tij. Tani The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkvizicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual, se nuk është intelektual, por nga inkvizicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Madje kryeministri nënvizoi lirinë editoriale të librit dhe ironinë që nis që prej titullit. Letra është pjesë e dosjes personale të autorit, edhe vetë files, dosjet, është një referencë ironike e një Shqipërie që vjen nga një kohë dosjesh, ndërkohë që këtu dosjet janë tëra të hapura për publikun. Ai e ka vendosur aty, s'ka as redaktim, s'ka as censur, dhe po t'ishte një botim propagandistik apo i kontrolluar politikisht, ky tekst nuk do mbetej aty mbase. Ndërkohë Rama sqaroi dhe deklaratën e dhënë në një intervistë për Financial Times. Në një video, ku i përgjigjet një qytetari, ai sqaron se shpreha shkoni në djallë nuk ishte për shqiptarët, por për ata që akuzojnë se është i ashtu quajtur i kumbari i Shqipërisë. Unë nuk ua kam thënë shqiptarëve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Timesit më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon pa pushim me vite dhe s'ka lënë 2 gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Shefi ekzekutivi shpreh se nuk është bërë pishman për fjalën e dhënë gjatë intervistës, ndërsa thekson se nuk do t'i jap dorëheqjen, pasi do të përmbush premtimet e dhëna për 800.000 shqiptar, të cilët i dhan votën në zgjedhjet e majit.